Kaloni këtëm, Ka në fënduar në familje. Vjetu bëjtire. Para pak minutash tu ka ndodhi gjë skandaloze, gangster të veshur me zeza, polici private, një dreqe dise kush janë, ka rëmbyer një nga qytetarët e Zvërnetit, askush nuk e di çfarë po bëjnë aty nga mbrapa. Dhe policia këtu nuk vo ujë në zjarr. Nuk kemi thënë shkojnë të interesohen se nuk mund të ketë arrestime private. Nuk mund të ketë rrëmbime personi. Policia është për të mbrojtur qytetarët nga gangsterët. Policia po mbron gangsterët nga qytetarët. Kjo është skandaloze. Nuk ka ndodhur 35 vite. Nuk ka ndodhur 100 ca vite shtet shqiptar që gangsterët në sytë e policisë të rrëmbejnë një person dhe policët sillen si robot. Si robot nuk dëgjon askush asgjë, nuk merr asnjëri përgjegjësi, nuk thot njëri kush është drejtuesi këtyre, nuk jep asnjë informacion. Qytetarët janë jashtëzakonisht të revoltuar, kërkojnë lirimin e menjëhershëm. Lirimin e Kjo është skandaloze. Shikojeni pak të video, ju lutem. Këto janë pamje që na kujtojnë Miloševićin e kohës kur bënte represion mbi shqiptarët e Kosovës. Askush nuk mundet i marrë zvarr shqiptarët sepse nuk duan të vidhen, nuk duan të shpërfillen dhe nuk duan të shtypen. Kjo është e papranueshme. Kjo duhet ndalur. Ligjet e këtyre duhen shfuqizuar, junta e Edi Ramës duhet rrëzuar.